5 minuta me Zotin. Buka jeti. Çfarë shenje bën ti, i thanë ata, që ta shohim e të besojmë? Cila është vepra jote? Etri tanë hëngrën manën në shkretirë si shkrua në shkrimin shenjtë, u dha të hanin bukë prej qiellit. Edhe pse, për disa momente njerëzit që po dëgjonin Jezusin u interesuan për veprat e hyjit, prapse prap, në përgjithësi mbetën njerëz të kësaj toke. Ta njerëz janë thjesht nga toka dhe të tokës. Kërkojnë argumente konkrete, mbeten në përmosën e jetës së përditshme materiale, të punojnë punët të zakonshme, të hanë bukën e përditshme. Dëshirojnë që Jezusi t'i plotësojë nevojat e tyre. Por Jezusi nuk dëshiron të harxhoj kohë vetëm me këtë gjë. Ai e di se është e nevojshme që njeriu prej kësaj duhet t'i afrohet. Por kjo nuk është e gjitha. Prandaj Jezusi dëshiron që t'i lartësojë prej kësaj perspektive, dëshiron që t'i zgjojë dëshirat e fjetura dhe frymëzimet më të larta. Afër asaj që është materiale, njeriu nuk guxon të harrojë atë gjë që është shpirtërore. Zgjoje në mua, o Zot, jetën e fjetur shpirtërore. Hiqe prej meje atë lym që e la vërshimi i kujdesit për çdo gjë të kësaj toke që është e kalueshme. Le të zgjohen e të jetojnë në mua idealet me të cilat afrohesha afër teje që të rrija me ty. Jezusi u përgjigj. Për një mend po ju them, nuk ju a dha Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ju a jep bukën prej qiellit, atë të vërtetën, sepse buka e hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që i jep botës jetën. Jezusi kthehet vazhdimisht në atë gjë që njerëzit e harrojnë, në atë gjë që ju humb parasyve sepse shikimin e kanë të drejtuar në tokë. Krejt kapitulli i 6 i Ungjillit të Gjonit është biseda e Jezusit për bukën e jetës, për ushqimin që nuk prishet. Në teologji kemi interpretime të ndryshme për bukën e jetës. Një prej tyre, që i përket breznisë së vjetër të teologëve, e interpreton këtë bisedë të Jezusit vetëm në mënyrë shpirtërore. Buka e jetës është personi i Jezusit dhe fjala e tij, të cilën e përvetsojmë sipas besimit tonë. Kjo tregon sa e rëndësishme është feja që ta pranojmë bukën e jetës dhe fjalën e Jezusit. Jezusi, dëgjuesve të vet, dëshiron t'u shpjegojë se as buka e Mojsiut nuk është asgjë e ndryshme nga buka me të cilën ai i ushqej para pak kohe. Edhe njëra, edhe tjetra janë të zakonshme, bukë e përditshme që u dha në raste dhe në mënyra të ndryshme. Edhe njëra, edhe tjetra janë ushqimi i trupit, që do të thotë se kjo nuk është buka që dëshiron ta jap Ati, buka që vërtet zbret nga qielli dhe i jep jetën botës. A do ta kuptojnë ndonjëherë më seriozisht dhe në thellësi fjalimin e Jezusit për bukën që zbret prej qiellit? Me duhet të ndalem në këto fjalë të Jezusit që ti përjetoj në brendin time. Zotëria flet për diçka që të i ka lënë çdo kuptim si përfaqësor dhe të lehtë. Edhe pse kjo është një fjalë pa kuptueshme për vesh të dëgjuesve, Jezusi nuk tërhiqet nga kjo mënyrë të folurit. Askurr nuk u bëri qefi njerëzve, as nuk u foli për ato gjëra që ata dëshironin t'i dëgjonin, për ato gjëra që i kënaqnin vesht e tyre. Fjala e tij edhe sot e ka të njëjtën forcë. Ajo i ofrohet secilit prej nesh që dëshiron për ta dëgjuar. Çka dëgjoj unë? A i dëgjoj vetëm ato fjalë që i kuptoj lehtë dhe që më përgjigjen? Ndërsa nuk i dëgjoj ato fjalë të cilat flasin për ato gjëra për të cilat më duhet të meditoj, për çka do të duhej i ulur në gjunjë para Zotërisë të dëgjoj, do më kalojnë në përvesh, por nuk takohem me to. O Zot, ndonjëherë nuk kuptoj çfarë dëshiron të më thotë fjala jote.
nuk e di përse është ashtu. Unë ju përngjaj dëgjuesve të tu dhe me gëzim do të dëgjoj ato gjëra që janë konkrete dhe që ju përkasin nevojave të jetës materiale. Me qef do të te i kaloja faqen e këtij fjalimi për bukën e jetës, sepse vështirë hyj në kuptimin e tij. Në të vërtet, nuk ka mendje që të ballafaqohem me porosin tënde dhe të mundohem që ta kuptoj dhe ta pranoj. Aq shpesh dëshiroj të jesh mbret i interesave të mia dhe i asaj që i përket jetës së përditshme. Atëri thanë: Zotëri, na jep vazhdimisht atë bukë. Jezusi u përgjigj: Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë me kurrëri. Kush beson në mua nuk do të ketë me etje. Po dal para teje, o Zot, na jep bukën tënde. Çfarë kërkoni në të vërtetë dëgjuesit tu? Ti i vetmi e di se çfarë fshihej në zemrat dhe në mendimet e tyre. Ata a mbeten me tutje të kujdeset e veta të përditshme? Ndoshta edhe lutja që ta bëni interesante dhe me te kërkoni një bukë magjike që do të shuante urinë e tyre trupore? Buka e vërtet për të cilën flet nuk është ajo që ngop trupin ton të uritur. Jo bukë nuk janë as vetëm fjalët e tua, por jeti vetë, ai që na dhurohesh. Kjo është buka në të cilën na jep vetveten. Tani po të lutem për besimin tim që sa herë t'i afrohem tryezës sate që të ha, ta bëj thjesht dhe i përvuajtur. Kur të afrohem për të ngrënë, lutja ime përditshme le të jetë: Të adhuroj me përvojtëri, Zoti fshehur hy, që në hijet bukës një mend fshihesh ti. Ti je këtu në këtë bukë të vogël, në hoste të cilën e marr në gojën time. Të falenderoj që më dhuron vetveten. Të falenderoj që me anë të saj ma rikthen jetën duke jetuar në mua me jetën tënde. Ju i të dhash zemër të pastër për ta pranuar gjithmonë si dhuratë të bukës.